Dhe nëse ndikush më gjen një vend në Bregdetin shqiptar, flas gjithmonë për investimet që janë bërë, nuk flas për situata që mund të jenë në gjysmë informale, flas për hoteleri, ku paguhet më pak se në Greqi. Atëherë unë do detyrohem të rishikoj këtë opinion. Nuk ka. Nuk gjendet një vend Bregdetin shqiptar ku sipas niveleve pagat jetë më ulët se në Greqi. Nuk ka një vend në Bregdetin shqiptar ku paga të jetë më ulët se në Kroaci. Nuk ka. Cili është problemi? Problemi është që ata të cilët nxisin racizëm ndaj punojësve të huaj, dhe ata të cilët kujtojnë se punojësit e huaj vinë nga Filipinat këtu si sklever, ata nuk duan të punojnë dhe të marrin një pagë si në Greqi dhe si në Kroaci. Kjo është kaq e thjeshtë. Ose nuk janë fare në atë fushë, nuk janë fare në nevojë për një punë, përkundrazi punojnë në Instagram dhe japin intervista se si jeta e tyre modeste kushton 20.000 euro në muaj. Çështja është shumë e thjeshtë. Sa më e lartë jetë cilësia e sistemit të turizmit, aq më të larta do jenë pagat. Sa më e ulët jetë cilësia e sistemit, aq më të ulta do jenë pagat. Sa më i lartë të jetë konsumi i atyre që vinë për të shpenzuar në atë sistem, aq më të larta do jenë të ardhurat e sistemit dhe përjedhojve të shtetit. Ky është ekuacion shumë i thjeshtë. Dhe Zvicra, që është një vend turistik po ashtu, është një vend shumë i shtrenjtë. Por ka paga shumë të larta. Ka paga shumë të larta për arsye e thjeshtë sepse ka mundësinë që të jetë e shtrenjtë, sepse ka cilësi shumë të lartë.